Ibrahimi a.s. në një moshë të thyer shikon një ëndër. Shikon ëndrën e cila është e papërballueshme për burrat e zakonshëm. Edhe ja tregon këtë gjë djalit të tij Ismailit a.s. O djali im, o biri im, unë të shikoj ty në ëndër duke të bërë kurban. Dhe gjen Ismailin a.s. të bindur, të dorëzuar kërshi porosisë së Zotit, sepse ëndrat e profetëve janë prej shpalljes. Ëndrat e profetëve janë prej shpalljes, janë të vërteta, janë hak. Dhe Ismaili a.s. dorëzohet i bindur, me siguri dhe besim të fuqishëm. Thot baba im, veproj atë me të cilën ti porositesh, urdhrohesh, do të më gjesh mua, insha Allah, prej durimtarëve. Atëherë kur u dorëzuan dhe vendosi faqen në tokë, pra ishin dorëzuar urdhrit të Allahut subhanahu wa taala me besimin e fortë, me sigurinë e jashtëzakonshme, atëherë Allahu subhanahu nuk i humbet, nuk i shkatëron robët e tij të devotshëm. Dhe i thirrëm, o Ibrahim, ti e vërtetove ëndrën. Inna kadhalika najzi al-muhsinin, ne në këtë mënyrë me të vërtetë që i shpërblejmë punë mirët apo vepër mirët. Inna hadha lahu al-bala'u al-mubin. Me të vërtetë që kjo ishte sprova e qartë.